Hoxhë, sipas Islamit, a lejohet gjenazën me varros me arkivol? Parimisht gjenazja është respekt për të vdekurin me u varros direkt në tokë, pa arkivol, pa tabut, pa kur gjë. Direkt, dhe më thonë, vetëm me qefin, me varros në tokë. Pastaj për rrethanat të caktuara, nëse imponohet situata, me varros me arkivol, pra, jo parimisht, por për rrethanat të caktuara, themi, inshallah taala, ka arsyetim, ka tolerim. Njëjtë sikurse nëse s'mujmë me marr avdes me ujë, atëherë kalojmë te opsioni me temum. Edhe arkivoli ose mbyllja, po them një sanduk të caktuar, nëse është e nevojshme, inshallah taala lejohet, nëse është e nevojshme. Për shembull, është prish gjenazja, ose ka qëndruar shumë gjatë dhe pastaj është e pamundur, ose është total është prish, ose është coptu, etj, ose është mbyllur hermetikisht për shkak të largësisë edhe qëndrimit të gjatë, mund të arsyetohet në rastet e caktuara. Por me mendu se është sevap me varros, edhe është nderim të vdekurit, edhe është më mirë, edhe është një lloj ja jep familjes kinse një iftibar, një respekt, se këshire këta për respektojnë babën, nanën, kanë shku 500 euro, 1000 euro, i kanë bli arkivol, këto nuk kanë lidhje asgjë. I vdekuri kur gjë nuk përfiton nga i arkivol, përkundrazi nuk e ke nderu gjenazën që se ke lshu te toka. Trupi është i krijuar nga dheju dhe kur takohet me dhejun, ai nderohet. Toka lun rolin e nanës, e afron evladin e vet, e afron trupin te toka sikurse e merr nana, fëmijën e vet e marr kështu. Prandaj, nëse banin shej respekti për të vdekurin jeni tu gabu, nëse bani në shej që me nderu vdekjen jeni tu gabu, jo kur e shtini në arkivol jeni tu e burgos, po tham kushtimisht kështu, tu e burgos, trupin mos mu taku, edhe mos me u qetësu te nana toka aty, edhe me u kalb në qetësi, por e mbanin në një sanduk ku trupi aty zihet, qoftë prej nxehtit verës ose prej klimave të caktuara, edhe pëlqet po e quaj kështu figurativisht, edhe mundohet trupi kur qëndron në arkivol. Prandaj nëse mendoni se jeni ty bën sevap, asgjë jeni ty bën. Çdo parë jepni sadak për ta. Nuk keni nënçmu babën ose nanën se e keni lshu direkt në tokë, përkundrazi e keni nderu trupin e tij. Edhe veten se keni nënçmu, përderisa ndiqni sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe mësimet e Islamit, e me ndjek mësimet e të hujve. Pse ata pe bëjnë që ashtu ta bëjmë edhe na, kur gjë s'keni bërë. Pra as në aspektin ekonomik, as në aspektin fetar, as ato të karakterit, të iftibarit edhe nderit juj që m'ja bën vetvetes, që djem të filane, çka i bën babës, çfarë arkivoli, çfarë i blen, kur gjë nuk keni bërë. Nderoni të vdekurit tuaj duke i lshu direkt në tokë.